Sa rëndësishme është shpejtësia tek pista, dhe si humbi më shumë peshë, nëse rrisim shpejtësinë e pistës, apo nëse mbajmë një shpejtësi konstante dhe rrisim incline-in. Atëherë, idealja për të humbur dhjam, pa djegur rezerva energjie, po të djegim dhjamin, se ndryshon shumë kjo. Djegja e rezervat energjisë dhe djegja e dhjamit. Idealja është ecje malore. Normalisht ecje, jo të kalosh në kufi, vrapi ose intensitet më të lartë. Dhe kur themi ecje, shpejtësia është 5? Shpejtësia maksimumi 5.56. Ecje e shpejtë 6 nuk është, do me thënë është limiti midis ecjes dhe vrapit. Dhe këndi i malores mund të bëhet 4 deri në 8 maksimumi, po ka persona që nuk jo dhem pulpa dhe pjesa e muskulit tibiali, që mund të bëjnë maloren dhe më shumë. Sa më shumë, normalisht djega kalorive është me madhe me shpejt, po. Por ecje, duhet se kështë ecje. Vrapi djeg rezervat e glikogenit, do me thënë rezerva energjie, nuk djeg dhjamin. Normalisht, totali kalorik ka të bëj shumë, por nëse kemi për shembull 20 minuta për të bërë gjatë ditës, më mirë bëjmë ecje se sa vrap. Sa vrap. Dhe djersa nuk është dhjam i shkrirë, apo jo? Djersa nuk është dhjam i shkrirë, nuk ka lidhje fare. Janë thjesht ujëra, kripra minerale.